Ju ndoqë të gjitha ngjarjet kryesore të javës, të nderuar shikues, sot jemi në heshtje zgjedhore. Prezantova edhe pak më parë, është kryer tashmë gati në traditë për emisionin që sa herë ka procese zgjedhore, e shtuna e heshtjes zgjedhore zhvilloi një bisedë me zotin Ilirian Celibashi, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve. Do të bëjmë bashkë një bisedë të gjatë për procesin zgjedhor, të gjitha detajet, vështirësitë që hasen, çfarë progresi është bërë, si është situata deri tani, dhe mirëpres në studio zotin Celibashi. Mirë se vini, zotë Celibashi. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit për kohën, sepse e di që është luftë me kohën për ju sot, jo vetëm sot, të gjithë këto ditë dhe deri në certifikimin final të rezultatit të zgjedhjeve. Si kanë qenë këto ditë për ju, për ta marrë opinionin nga ju? Kuptueshëm të ngjeshura nga pikpamja e angazhimit dhe e ngarkesës, sidomos gjithmonë momentet e fundit të përgatitjes procesit zgjedhor janë mjaft impenjative për gjithë stafin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe çdo tjetër që bashkëpunon me KQZ-n në kuadër të realizimit të këtij procesi. Vota e diasporës e kthyer në kryefjalë në këto zgjedhje, aq shumë e dëshiruar, tashmë në një pikë të realizuar, zoti Celibashi, në prag të 11 majit, të ditës votimit. Si e vlerësoni votimin e diasporës, procesin, duke patur parasysh që për herë të parë, shqiptarët jashtë vendit kanë të drejtën e votës, ka patur egzaltime nga më të ndryshmet, por ka patur edhe indiferencë në disa raste, ne kemi parë me zë dhe figurë. Gjithsesi mbetemi tek ata që vërtet mezi kanë pritur të votojnë. Ky proces si ka qenë deri tani? Do ta përkufizoja si një proces shumë të mirë. Kemi dashur që ky proces të ishte realizuar në mënyrë perfekte, i kemi përgatitur të paktën në atë çfarë ne ndërtuam si program, si projekt që të ishte i tillë. Për sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vërtet çdo gjë ka shkuar perfekte. Jo i tillë ka qenë procesi i shpërndarjes së dokumentacionit zgjedhor dhe i fletëve të votimit, veçanërisht në Greqi, por tej problematikave që i janë bërë me dije Komisioni Qendror të Zgjedhjeve nga parti politike apo dhe nga zgjedhës në mënyrë individuale, në mënyrë të ndryshme, përsëri unë do ta përkufizoja procesin e votimit nga jashtë të realizuar shumë mirë. Në qartë. Unë duhet ndalem pak gjatë tek pjesa e Greqisë, që ka tërhequr edhe më tepër vëmendje, ka patur pretendime nga opozita për mos respektim të protokollit të dorëzimit të fletëve të votimit të diasporës, pra veçanërisht për Greqinë. Këto akuza, fillimisht, ju si komentoni dhe çfarë masash janë marrë për të adresuar këto shqetësime? Kemi përcjell realisht me shumë vëmendje dhe me kujdesin e dur çdo pretendim të ardhur veçanërisht nga partitë politike në lidhje me procesin e votimit nga jashtë, në mënyrë të veçantë për këtë proces të zhvilluar në Greqi, e kam fjalën për shpërndarjen e fletëve të votimit në territorin e Greqisë. Jemi duke marrë informacionet që janë të nevojshme për të patur një vlerësim real të çfarë vërtet ka ndodhur në disa elemente të procesit të shpërndarjes së fletëve të votimit në Greqi. I kemi kërkuar kompanisë që realizon këtë shërbim, DLS, që të japi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve një informacion të plot, një raport të plot, mbi të gjithë elementet e shpërndarjes së fletëve të votimit në Greqi, strukturat që ata kanë angazhuar, njerëzit që kanë angazhuar, mbi ç'bazë janë angazhuar këto struktura dhe këta njerëz, si është realizuar procesi, çfarë ata kanë marrë si ankesa apo çfarë problematikash ata vetë kanë evidentuar në lidhje me këtë proces. Dhe duke patur gjithë informacionin që duhet për të vendosur në lidhje me këtë çështje, ne do të vendosim. Nuk mundet që a priori të themi, shiko, s'ka ndodhur gjë apo dhe ka ndodhur gjë. Në çdo skenar, secili prej këtyre skenarëve, është e rëndësishme që
pretendimet dhe vlerësimet të bëhen bazuar në fakte. Qartë. Kemi bërë disa verifikime të rastit se kemi konstatuar që ka edhe shumë spekulim, as se si nuk janë duke thënë që ajo çfarë pretendohet nga Partia Demokratike apo dhe ndonjë parti tjetër, po edhe përfshi dhe Partinë Socialiste, sepse edhe ata kanë patur shqetësime të prezantuara në KQZ në lidhje me shpërndarjen e fletëve të votimit në Greqi, por të verifikuara tashmë nga ana jonë, kemi mjaft raste të cilat janë spekulative. Ka individ të cilët ekzistojnë vetëm virtualisht, por nuk ekzistojnë realisht dhe marrin njehon dhe eko mesazhet e tyre. Me siguri gjendemi në ndonjë rast para një situate të dezinformimit.